Një denoncim nuk vlen nga zhurma që krijon, por nga fakti nëse detyron institucionet të lëvizin. Kjo është pika ku shumë qytetar gabojnë. Mendojnë se mjafton një akuzë fort, një status në rrjetet sociale ose një video e shkurtër. Në realitet, shembuj denoncimesh që sjellin hetime kanë një tipar të përbashkët. Nuk mbështeten te zemërimi, por te provat, te koha e saktë, emrat dhe te interesi publik. Në Shqipëri denoncimi është kthyer shpesh në një fjalë të konsumuar. E përdor politika për sulm, e përdorin palët në konflikt për presion, e përdorin edhe individ që kërkojnë hakmarrje personale. Por kur flitet seriozisht për hetim, standardi ndryshon. Prokuroria, policia, inspektoratet, strukturat antikorrupsion ose vetë media nuk merren me hamendje, por me materiale që kanë peshë, lidhje logjike si dhe gjurmë verifikimi. Denoncimet që sjellin hetime në praktik. Denoncimet që prodhojnë pasojë reale janë zakonisht ato që ekspozojnë një shkelje konkrete dhe jo vetëm një dyshim të përgjithshëm. Një qytetar që denoncon se në një zyrë publike i është kërkuar rishfet dhe sjell mesazhe, regjistrim audio, datë, orë dhe emrin e personit përgjegjës, ka shumë më tepër gjasa të nxjisë hetim sesa dikush që thotë thjesht aty ka korrupsion. E njëjta gjë vlen për tenderat, punësimet fiktive, lejet e ndërtimit, abuzimet me fondet, pagesat në dorë, shkeljet mjedisore ose favorizimet politike. Kur denoncimi dokumenton se si është kthyer shkelja, kush përfiton dhe cili është dëmi publik, institucionet nuk e kanë të lehtë ta anashkalojnë. Dhe nëse anashkalojnë, kostoja publike rritet. Ka një dallim të madh mes një ankese dhe një denoncimi që sjell hetim. Ankesa mund të jetë e paqartë, e mbështetur vetëm te perceptimi. Denoncimi që trondit sistemin ka skelet faktesh, ai tregon jo vetëm se diçka nuk shkon, por edhe kur duhet të nisë verifikimi. Denoncimi për korrupsion të drejtë për drejtë. Ky është rasti më klasik. Një qytetar, biznes apo punonjës brenda administratës pretendon se një zyrtar ka kërkuar para, favore ose ndërhyrje në këmbim të një shërbimi që ligjërisht duhet të jepet pa pagesë të palishme. Hetimi nis kur ka element të prekshëm, biseda të regjistruara, komunikime telefonike, lëvizje bankare, dëshmitar ose sinkronizim faktesh që provojnë skemën. Problemi është se shumë denoncues ndalen te fjalia, më kërkuan lek. Kjo nuk mjafton. Hetimi forcohet kur ka pyetje të qarta. Kush i kërkoi? Kur? Ku? Me çfarë ndërmjetësi? Për çfarë procedure? Dhe a ka precedent me persona të tjerë? Denoncimi për tender të paracaktuar. Këtu hyjmë te zona ku qarkullojnë shuma të mëdha dhe ku denoncimet, kur janë të mbështetura mirë, mund të hapin dosje të rënda. Një shembull tipik është kur dokumentet e tenderit duken të qepura për një kompani të vetme, kur kriteret janë absurde, kur fituesi ka lidhje të dukshme me vendimarrësit ose kur oferta fituese është e fryrë në raport me tregun. Një denoncim serioz në këtë rast nuk mjaftohet me akuzën se ky tender është vjedhje. Ai krahason dokumentet, nxjerr afatet e çuditshme, identifikon konfliktin e interesit, analizon çmimet dhe ekspozon mekanizmin. Kur denoncimi fut në tavolinë dokumente zyrtare, institucionet kanë shumë më pak hapësirë për të heshtur. Denoncimi për punësime nepotike ose fiktive. Në administrat, ndërmarrje publike dhe institucione lokale, punësimet e dyfishta janë një plagë vjetër, por jo çdo pretendim për nepotizëm sjell hetim. Hetim sjell rasti kur provohet se procedura është manipuluar, se konkursi ka qenë formal, se kriteret janë ndryshuar për një person të caktuar ose se janë paguar rroga për individ që nuk paraqiten fare në punë. Këtu vlen shumë dokumentimi i brendshëm, listë prezenca, urdhra emërimi, shpallje të modifikuara, dëshmi nga punonjës, madje edhe raportime të vazhdueshme që tregojnë skemën dhe jo rastin e izoluar. Çfarë bën një denoncim të merret seriozisht? Në teori, çdo kallëzim duhet verifikuar. Në praktik, institucionet lëvizin më shpejt kur denoncimi është i ndërtuar mirë. Kjo nuk është domosdoshmërisht e drejtë, por është realitet. Një dosje me prova i vendos përballë përgjegjësisë. Një status emocional u jep alibi për ta injoruar. Së pari, denoncimi duhet jetë i saktë. Datat, emrat, vendi, funksioni i personave, procedura e përfshirë, shuma e pretenduar, dokumenti përkatës, sa më konkret, aq më i fortë. Pa këto, edhe kur ka të drejtë, denoncuesi rrezikon të humbas në kaos. Së dyti, duhet të ketë gjurmë prove. Nuk është e thënë që qytetarit të ketë gjithë dosjen gati. Këtë punë e bën hetimi, por duhet paktën një piknisje e verifikueshme. Një email, një foto, një regjistrim, një kopje dokumenti, një krahasim faturash, një dëshmi e dyfisht. Kur gjithçka mbetet e fjala kundër fjalës, ritmi
ngadalësohet. Së treti, ka rëndësi interesi publik. Një konflikt personal pa ndikim publik mund të trajtohet ndryshe nga një denoncim që prek taksat, sigurinë, shëndetin, arsimin, urbanistikën ose drejtësinë. Sa më i madh dëmi për publikun, aq më fort arsyeja për hetim të thelluar. Kur denoncimi dështon. Ka raste kur denoncimi është i vërtet, por dështon sepse bëhet keq. Kjo ndodh shpesh. Një person publikon vetëm një fragment videoje pa kontekst. Një tjetër bën akuza të përgjithshme pa emra. Dikush tjetër ngatron thashë themin me faktin. Këto jo vetëm dobësojnë çështjen, por mund të kthejnë vëmendjen nga shkelja te besueshmëria e denoncuesit. Ka edhe një problem tjetër. Denoncimi selektiv. Kur informacioni përdoret vetëm për të goditur një palë dhe heshtet për të tjerët, publiku e nuhat manipulimin. Besueshmëria është monedhë e rrallë, po u dojgjë njëherë, rikthehet me vështirësi. Një denoncim mund të dështojë edhe pse institucioni nuk ka vullnet të hetojë. Kjo ndodh sidomos kur çështja prek pushtet lokal, interesa ekonomike ose lidhje politike. Por edhe në këto raste dokumentimi i mirë e mban çështjen gjallë. Ajo mund të rikthehet, të amplifikohet, të bëhet pjesë e debatit publik dhe të detyrojë autoritetet të japin llogari më vonë. Kjo është arsyeja pse media kritike, përfshirë CNN, e trajton denoncimin jo si thashë them, por si material që duhet verifikuar, ballafaquar dhe ekspozuar pa kozmetik. Denoncime që sjellin hetime edhe jashtë korrupsionit. Jo çdo hetim lidhet me rishfet ose tender. Ka denoncime që prekin shëndetin publik, sigurinë dhe të drejtat e qytetarëve. Një fabrikë që ndot lumin, një landfill që operon jashtë standardeve, një shkollë me dokumente të manipuluara, një spital me barna të munguara vetëm në letra. Të gjitha mund të nxisin hetim nëse faktohen me element konkret. Në këto raste shpesh prova nuk vjen si arma e vetme, vjen si mozaik. Një dokument administrativ, një dëshmi punonjës, një seri fotosh, një kontratë, një faturë, një raport teknik. Kur këto pjesë përputhen, historia bëhet e pakëndshme për çdo që ka fshehur gjurmët. Ka edhe denoncime që nisin nga një rast individual dhe përfundojnë duke zbuluar skem. Një pacient ankohet për pagesë në dorë, pastaj dalin raste të tjera. Një prind denoncon favorizim në shkollë, më pas zbulohet rrjeti i ndërhyrjeve. Hetimet serioze shpesh nisin nga një zë i vetëm, por marrin forcë kur të tjerët flasin dhe kur faktet lidhen mes tyre. Si të shkruhet një denoncim që nuk humbet në sirtar. Gjua duhet jetë e kthjellët dhe jo teatrale, nuk ka nevojë për fjali bombastike, mjafton një renditje e qartë, çfarë ka ndodhur, kush është përfshirë, kur ka ndodhur, çfarë prove ekziston dhe çfarë duhet verifikuar. Sa më i thjeshtë jetë rrëfimi, aq më e vështirë është për të shpërbërë. Duhet ndar fakti nga opinioni. Fakti është se më datë të caktuar është firmosur një dokument. Opinioni është se firma është bërë me qëllim abuziv. Hetimi ndërtohet fillimisht mbi faktin. Opinioni mund të jetë i vlefshëm, por nuk duhet të zëvendësojë provën. Po aq e rëndësishme është ruajtja e materialeve origjinale. Mesazhet, emailët, dokumentet, fotot, regjistrimet, sa më pak të preken, aq më të përdorshme mbeten. Një material i manipuluar edhe kur ekspozon diçka reale duhet i dhet poshtë shumë shpejt. Denoncimi fort nuk është ai që bërtet më shumë, është ai që lë pas vetes gjurmë që nuk fshihen lehtë. Në një vend kur zhurma është e përditshme, pesha e faktit mbetet ende arma më e fortë kundër abuzimit. Kushdo që një çështje të hetohet vërtet duhet të sjellë jo thjesht dyshim, por material që e kthen dyshimin në detyrim për veprim.